Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia mori mbështetjen e banorëve të zonës së spitaleve në Shkodër gjatë një takimi që zhvilloi në këtë zonë. Ai tha se rezultati që bandat prodhuan në zgjedhjet vendore të 2023-shit duhet të na shërbejë për një mobilizim maksimal që t'i themi ndal kësaj qeverie në 11 maj. Çdo presion duhet goditet duke ndryshuar realitetin përmes votës. Se si ka vëshu lumi i parave të pista për ta tjetërsu vullnetin e qytetarëve. Se si janë përdor krimi organizum dhe bandat për të intimidu dhe për të bë presion, si janë përdor institucionet e shtetit, të gjitha në funksion të objektivit të Edi Ramës për ta thyer Partinë Demokratike në Shkodër, si bastion i së djathtës shqiptare. Por në kam bindjen absolute se është pikrisht ajo ndjej dhunimi që qytetarët e ndershëm kanë pësu në 2023-shin, që do t'jetë sot shkëndia dhe flaka që do të nezin reagimin për fitoren e 11 majit. 12 vite i kemi pasë si kanë funksionu kundërshtarët tonë. E kemi pasë si e kanë trajtu Shkodrën. Me çfarë armiqësie janë qasë ndaj Shkodrës. Unë e kam provu edhe në një vit që isha kryetari i bashkisë. Gjitha ato projekte që i shohim sot janë të gjitha projekte të dërguara prej nesh në institucionet e shtetit shqiptar, në për ministri apo në fondin shqiptar zhvillimit. Të gjitha të bllokume me porosi politike prej kryeministrit Rama dhe sot çuditërisht ju hapet rubineti për financim, sepse po vën në jetë atë që e deklaroi publikisht në mitingun e zgjedhjeve të kaluara në Shkodër. Zero investime nëse nuk më jepni votën. Një mesazh e kishte për diasporën e cila do të nisë votimet për zgjedhjet e 11 majit. Pahia kërkoi angazhim maksimal për t'u bashkuar rrugtimit të fitores, pasi arsye kanë pafund për rrëzimin e kësaj qeverie. Le ta shfrytëzojmë çdo orë, çdo minutë, çdo sekond t'u kërkojmë bashkombasve tanë, bashkëqytetarëve tanë, na bashkohen në rrugtimin ton drejt fitores së 11 majit. Kanë shumë arsye, i kanë pafund edhe ato një lloj si ne, sepse ato po ashtu si ne e dinë vështirësinë që kalojnë familjet e tyre, familjarët e tyre. Le t'i kërkojmë të mos neglizhojmë as edhe një votë. Zgjidhja vetme për ndryshim është bashkimi i gjithë secilit prej nesh, brenda dhe jashtë vendit, drejt kutive të votimit. T'ia japim përgjigjen që meriton një qeveri të papërgjegjshme, kriminale ndaj Shkodrës nëpërmjet votës. Programi i Partisë Demokratike dhe kandidatët e saj janë garancia më e mirë e fitores së 11 majit, deklaroi në mbyllje kandidati Bars Pahia.